Me sajri të freskët malor, pyjeve të dëndura me pish dhe qetësisë së natyrës së paprekur gjendet Natyral Razma Resort. I ndodhur në zonën piktoreske të Razmës, në zemër të Alpeve shqiptare, ky resort është destinacion ideal për pushime familjare, qëndrime romantike, evente biznesi apo thjesht për të larguar stresin e përditshëm dhe për t'u rilidhur me natyrën. Ndërtimi i tij nisi në vitin 2009, kohë e vështirë dhe pa akses në turizëm apo infrastrukturë. Megjithatë, Shirazi Kastrati e zgjodhi Razmën me perspektivën e së ardhmes. Resorti ka fillu punë në 2009, 11 korrekt 2009, pra pothuajse bën 16 vjet. Ndërsa si ide na kishim agjenci turistike në Shkodër, dhe të pas parasysh atë që mendoshim që do të notëm me Shqipërinë, pra Shqipënia, mundësia kryesore e Shqipënisë është tregu turistik. Dhe të mendu këtë në plan biznesin ton ishin në konsiderat thellë Vermosh Razëm. Për zgjodh me Razmën të pas parasysh distancën, kohën dhe historinë. Pra Razma i kishte të trija këto më të favorshme se dy pikat e tjera. Emri është natyral sepse jena mundu me rujt gjithë qatë natyrës. Jo thjesht si natyrë, po dhe natyrës të shpijeve karakteristike shqiptare, pra dhe të kullave. E dyta, pozicioni vendi ku është, pra Razëm. Dhe kur kena diskutu në raport hotel apo resort, na kena pas një ekspert gjerman që multe kam të kjo shumëllojshmëria shërbimeve që ofrohet. Nuk është të thanun që t'jen një sipërfaqe e pa fundme që në sa 1000 metër katror. Pra në emërtimin e resort mund të futet edhe një strukturë që ka 6 dhoma, po që ofron shërbime ekstra, pra janë disa shërbime dhe pranaj është në emri Natyral Razma Resort. Periude kur na kena nis pa rrugë. Pra, janë 3 vjet e gjysmë punime për të bërë në fillim, sepse është nis nga zeroja. Ka kanë shtëpi ekzistuese, po shtëpiat ekzistuese kanë në kushtet e asaj kohë që kena kalu, pra u do të një rikonceptim i gjithë qajet. Rruga ka fillu mu rreth një muaj masi na jena fut në punë. Dhe atë vit i ka taku verë gjatë periudhës që ushtrohet rruga në vështirësinë të jashtëzakonshme. Dhe vitet në vazhdim, si më thanë, edhe sot mund të ketë njerëz edhe nga Shkodra që nuk e dinë se ku është Razma ose nuk e njohin Razmën. Pra, na kena nevojë si shqiptar me njoft vendin tonë dhe në këtë kuadër, si më thanë, edhe Razmën pa diskutim. Kanë vite të vështira, sidomos deri në momentin e pandemisë, dhe pandemia ka pas problematikat e veta, po në raport me turizmin malor ka pas një bonus të jashtëzakonshëm, sepse njerëzit e kuptuan lidhjen e njeriut natyrshëm me natyrën. Pra njeriu ka nevojë për ajrin, për lëvizjen, për gjitha ata që ofron natyra. Dhe Razma në këtë drejtim është e jashtëzakonshme për në raport. Unë shpesh herë përmend edhe vetë emri Razëm, sepse kjo quhet fusha Trashanit. Këtu jena në Trashan, nuk jena në Razëm. Emni Razëm besoj ka ardhmaja për Azëm, është e mirë për Azëm, pra të ju drejtu turizmit shëndetësor, pa më varësisht se unë shpesher mulli kam të kjo që Razma të ofron mundësinat e shumë llojeve turizmit. Nuk njihet, promovohet shumë pak dhe këto janë minusen që se flasim, si më thanë, raport me atë që Razma është me kanë shumë ma përpara se sa është momentalisht. Megjithatë, mund vjen mirë sepse Razma sot është një destinacion në destinacionet kryesore gjithvjetore. Unë mendoj që turizmi malor nuk ka hapje sezonit. Ka hapje me 1 janar dhe mbylljen me 31 dhjetor, që nuk është hapje mbyllje realisht, po është gjithvjetor. Kjo është edhe e bukur dhe arsyeja edhe pse na kena ardhur këtu. Sepse mund të kishim shku me kosto krejt tjera në Bregdetit, po ai turizëm në atë kohë, sidomos flasim për një turizëm që ishte 20 ditë ose 30 ditë dhe jo gjithvjetor. Pas pandemisë duket se turizmi malor mori një tjetër vrull, jo vetëm vizitor shqiptar, por tashmë vijnë turist nga çdo cep i botës. Nuk i di shifrat e pjesëthethit dhe të Vermoshit. Flasim te Razma. Razma pak a shumë edhe para Covidit kishte një raport 80% shqiptar dhe 20% huj. Hapja ka qenë e tillë që periudha e klientave, po thamë të hotelit, ishte e tillë që ishte dimni dhe vera. Pra në vera dhe vjeshta ishin, nëse flasim me termat e sezonit ullë, po jo sezonit zero, pra viti kishte dy pjesë, nga cilat dimni dhe vera ishin shumë të mira,
pranvera dhe vjeshta ishin të dopta. Me lëvizjen e të hujve, vjeshta pothuajse a plotsu, pra vjeshta ka shku në nivele normal, është pak më mbrapa pranvera, po gjithsesi me Covidin edhe pranvera ka një rritje. Pra nëse flasim, turizmi malor ka një rritje të konsiderueshme të shifrave, të numrave të njerëzve që e shkelin malin. Pra edhe shqiptarët janë rrit, edhe numri të hujve arrit. Shqiptarët vazhdojnë me këtë numri kryesor. Ndërsa nëse flasim të hujt, është një specifik, mendoj si më thanë që në raport me thethin, sepse tu kanë që bëjt çdo ditë rrugën mund ta kanë me pa edhe targat e mjeteve që lëvizin. Rasma ka specifike që kryesisht janë Europiano brendimor deri edhe Australi, Amerikë. Pra, është një klientel jo linort, pa diskutim që janë edhe linort, po kryesisht janë Europiano brendimor, që mendoj që është një klientel shumë e mirë. Dhomat dhe suitat në Natural Erasma Resort janë dizajnuar për të kombinuar komoditetin modern me atmosferën e ngrohtë alpine, mobilimi tradicional prej drurit, dritaret me pamje nga pylli apo majat e thepisura të maleve dhe elementet natyror të përdorur në dekorim krijon një ambient të qetë dhe frymëzues. Na kena 27 dhoma, është bari dhe restoranti, është pishina, është sauna, kena fut shërbimin e masazheve, po flasim vetëm brenda strukturës, shërbimin e masazheve. Dhe jashtë masazheve janë lojnat e fëmijëve, mbrand ka aktivitete për që i takon lojnave, letra, domina, tavull, pra mundu, si më thonë, me pas gamën e plot mbrand, sepse edhe ditë me borë, me shi, si më thonë njeriu ndoshta s'është aktiv, ndërsa ajo është pjesa kondit lojnave, bicikletat, motori borës, fusha dhe guidet që na në fillim i kena ba me personat të zorës, ndërsa në këtë moment tu pas parasysh edhe lëvizjet, pra është e vështirë ma me pas guid të fiksume, si më thane, për grupet, dhe kena kalu guida on edhe offline. Pra janë rreth 14 guida, destinacione tu fillu nga gjys oret vetëm vajtje, deri në 4 ore gjys, 5 orë vetëm vajtje. Pra, nga 1 orë e gjys vajtje ardhje, deri në 8 orë, 9 orë vajtje ardhje. Pra, ka larmi dhe unë e shoh se më thane, tujt e kanë pa diskutim edukatën e hiking, me lëviz në mal. Kena fillu edhe na me marrë këtë edukat dhe unë mendoj që është gjë jashtëzakonisht e mirë. Erasma ka fatin me pas gjithçka që duhet brenda saj. Pra, nëse flasim për një njeri që dën me shfrytëzut atë që ka resorti, pra qetësinë, akomodimin, relaksin, pushimin, masazhet, gjithçka që i takon mbrëm. Daljen jashtë dhe në momentin që del distancat e Erasmës nga Erasma për Theth, për Vermosh, për Shkodër, për Velipoj, janë shumë të shkurta dhe mund bëhet një turizëm ose një qëndrim, një pushim shumë aktiv. Pra jetu pushu dhe jetu marrë maksimumin e gjanave. Unë e shoh për shembull, ka të huj që rrinë edhe 5 ditë, 7 ditë, 10 ditë, dhe çdo ditë shkon në një destinacion të ndryshëm. Pra, shëtit zonën 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë në atë destinacione që ne i propozojmë, dhe ditët e tjera shumë aktiv, lëviz dhe shef. Pra nuk është thjesht një qëndrim pasiv në Erasm, po vi po rri në Erasm. Rri në Erasm, shfrytëzon Erasmin, shfrytëzon sepse distanca qoftë edhe me Velipojnë është 70 km. Pra, shkon bën plazhin dhe kthehet edhe flen në temperaturë 15 gradë. Mendoj që këta janë bonuset jashtëzakonshme që na i ka fali Malli Zot dhe na duhet me i shfrytëzu. Restoranti i resortit është një tjetër pasuri. Kuzhina ofron një përzierje të recetave tradicionale shqiptare dhe atyre të përzjedhura ndërkombëtare, gjithnjë me produkte të freskëta të vendit. Natural Erasma Resort është një destinacion për të gjitha stinët. Në verë ofron mundësi për ecje në shtigje malore, eksplorim të bukurive të parkut natyror, ciklizëm apo piknik në natyrë. Në dimër dëbora mbulon zonën dhe krijon mundësi për sporte dimërore, apo thjesht për të shijuar një gotë verë pranë zjarrit. Natural Erasma Resort është një përvojë plot ku pushimi, natyra dhe kultura ndërthuren në mënyrë harmonike.